Nderuar miq, mirëmbrëma, përshëndetje, mirë se erdhët në këtë transmetim të drejt për drejt në televizionin Fox News në emisionin e përjavshëm nga Kalaja. Faktikisht ditën e sotme do doja të trajtoja disa tema, por fillimisht do doja ta nisja me perspektivën e Shqipërisë në raport qoftë me Bashkimin Evropian, por qoftë edhe me perspektivën e kësaj qeverie në përplasjen e fundit që ka ndodhur me zonjën Balluku. Janë shtëruar gjithë argumentet, a duhet shkarkohet as duhet shkarkohet. Gjykata kushtetuese ka folur 2 herë, një herë për pezullimin, tani ka vendosur që ajo duhet i nënshtrohet pikërisht asaj që ka vendosur SPAK-u, por unë nuk do doja ta shikoja kështu. Do doja ta shikoja në rast se zoti Rama do ta mbaj Ballukun edhe për arsye të tjera, cilat janë diskutuar gjërësisht nëpër media nga i pjesë e njerëzve që ai është vetë i përfshirë në aferet e saj, çfarë do ndodh vetë me kryeministrin, i cili është i pari i këtij vendi në raport me ekzekutivin dhe cili do jetë fati i Shqipërisë në rrugtimin për në Bashkimin Evropian, por edhe në raportet që ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, gjithë shigjetat që do i gjuhen Ballukut mund t'i marrë Rama në këtë moment caktuar. Janë disa skenare, por do doja të pyesja për perspektivën politike të Shqipërisë, po themi 3 muaj të ardhshëm. Pra, dua ta shikoj Shqipërinë 3 muaj më vonë. Për diskutuar për këtë temë parë, por edhe për tema tjera, unë kam të ftuar gazetarin Armir Shkurti, mirëmbrëma Armir. Mirëmbrëma, faleminderit. Avokatin Ilir Aliaj, mirëmbrëma avokat. Faleminderit Meci. Kam Kastriot Çipin, regjisor, mirëmbrëma Kastriot. Dhe të fundit, por jo por nga rëndësia, avokatin Altin Goxha, mirëmbrëma avokat. Unë kam avantazhin tjenë fund që masi klasën të rëtë, më dërhjon. Si për herë. Armir, do doja ta nisja me juve. Do më thënë, hapa pak a shumë temën e parë dhe do doja t'ju bëja pyetje, si e shikon Shqipërinë pas 3 muajsh në rast se gjithmonë Rama do ta mbrojë Ballukun dhe nuk do t'ja heqë imunitetin parlament. Po, unë duaj që Rama ta mbrojë Ballukun, me thënë drejtën. Sepse ka një angazhim popullor, një mobilizim të madh me qefin që Belinda Balluku duhet të shkojnë në burg. E në qoftë se kjo ndodh, s'është asgjë më shumë se sa oksigjen për regjimin. Pra, nëse Belinda Balluku shkon në burg, Edi Rama e lëshon me forma, po themi, moralshme dhe ligjore apo okulte si duashti, atëherë ne do të kënaqemi, pjesa e madhe e turmës do të kënaqet. Ajo që pret, siç ka pritur në kohën e regjimit Enver Hoxhës, futeshin burg grupet armiqësore, ndjej mirë populli periudhë kohe, edhe regjimi forcoi. Pra, mënyra se si po shkojnë gjërat, mbrojtja që i bën Rama Belinda Ballukut, mua vjen shumë mirë, gjithmonë në perspektivën që do ketë një ndërgjegjësi popullor për t'i vënë dhe emrin kryefjalën fjalisë që regjimi, jo Edi Rama, jo Belinda, regjimi duhet shmontuar. Edi Rama ka dhënë prova që në fillim të karrierës tij politike që ka qef të luaj në ekstreme, shtyn lojën. Edhe mënyra se si Edi Rama ka luajtur me Belinda Ballukun e ka shtyr në ekstrem. Por, sipas, po themi teorisë time, unë mendoj që gjitha kjo që po ndodh, edhe madje akti i fundit që thotë Rama do ndryshoj ligjin për të mbrojtur Belinda Ballukun, është një artific paradoksalisht për të hequr Belinda Ballukun. Edi Rama vetë nuk ka këllqe. Jo se ka frikë personalisht Belinda Ballukun, por janë pjesë të njëjtit ishull Epsteini shqiptar. Që njëri tërheq tjetrin. Atëherë, një nga format është tensionimi i situatës përmes protestave të opozitës. Madje doktori e bëri simetrin, tha me 44 protesta çuan burg numrin 3, tha hajduti numër 3. Tani tha jemi për hajduti numër 2 për Ballukun. Mediat botërore, dhe sa më nisi njëri shumë i dashur im, nisi një foto të mediave ndërkombëtare që janë të trembura për tensionimet në Shqipëri. Dhe nga ana tjetër, shtyrja në ekstrem e Ramës, duke thënë Europës unë ndroj dhe ligjin, duke i alarmuar ata që të bëjnë presionin për katës, që këtu në fund fare gjërat të ndryshojnë, madje të ndryshojë qeveria dhe Rama në thonjza, ose në thonjza publikisht, mos ketë çfarë të bëj, po të jetë kjo që kërkoj, dhe të thojë edhe opinionit publik, bile edhe këtyre sektit vetë, ju mbrojta, po tani
u bën këto rrëmujat, hyri dhe Europa dhe nuk kemi ku e çojmë topin. Nga ana tjetër, unë kam thënë këtu dhe në vende tjera, unë nuk besoj absolutisht që Edi Rama është një person që e do Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Jo ai vetë, ai mund ta doj. Por Edi Rama është pika ku priten gjithë drejtësat e këtij vendi. Nga politika e pastër tek korruptuara, nga krimi tek morali, nga ekonomia formale, informale, gjithë kalojnë përmes Edi Ramës. Dhe këtu është gjetur një ekuilibër. Dhe pjesa kriminale e Shqipërisë, krimi organizuar dhe korrupsioni, në asnjë mënyrë nuk mund të dojë një kontroll të Bashkimit Evropian mbi vendin tonë. Edi Rama ka shpallur siç ka shpallur shumë fasada. Unë personalisht mendoj që edhe nëse ai nuk duan të tjerët që ai ta realizojë integrimin e Shqipërisë në BE. Pra këtu hyn dhe Balluku e kështu me radhë. Qartë, okej. Avokat i lirë, për ju ç'mendoni për këtë? Shiko, ndaj pjesërisht ato çfarë tha Armiri, po ndu ta zgjeroj pak, sepse ka edhe një problematik të madhe. Ne mund dum që çështjet shqiptare t'i zgjidhim ne. Mirë po, Shqipëria është një vend i vogël dhe me pak forcë, si të brendshme ashtu dhe si tush edhe nga brenda, pra forca, energji brendshme, por edhe energji që na vjen nga shqiptarët që jetojnë jashtë, nuk është një energji e fortë. Me sa jam unë ndjeni, ditën e hënë në darkë është bërë një takim mes presidentit të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian dhe kryeministrit të Shqipërisë, ku i është mbyll dera përfundimisht kryeministrit, që në qoftë se bën këto që ai kanë plan të bëjë, pra të mos ta lëshoj Ballukun, por të vazhdoj me kokëforcinë e tij për të bërë gjërat, atëherë gjërat nga Bashkimi Evropian do bllokohen tërësisht. Dikush mund të thojë po punë e madhe se po bllokohen gjërat nga Bashkimi Evropian, Rama vazhdon edhe historinë e tij. Gjendja nuk ndryshon në Shqipëri. Mirë po ka një moment që është në favorin tonë. Situata në Europë, që nuk është as pak e mirë, për arsye që ne i dim dhe s'po hym ti komentojmë sonte. Por kjo situatë në Europë kërkon që Bashkimi Evropian të bëjë një lëvizje. Çfarë nënkupton kjo? Kjo nënkupton që në qoftë se ato kanë menduar që Mali Zi të jetë antare e Bashkimit Evropian brenda 2028-s, pra mbas 2 vitesh, për Shqipërinë ata kanë menduar që të jetë lojtari i dytë mas Malit Zi. Po përsëri mund të lindi pyetja, po mirë, ja, u shtyn 35-ën, u shtyn 40-ën, çfarë ndodh? A ka forcë Bashkimi Evropian për të ndërhyrë në Shqipëri? Dhe këtu gjithmonë unë marr një shembull që nuk është shumë larg Shqipërisë, por është një vend shumë i madh. Është vendi i 7 më i industrializuar në botë, Italia. Në vitin 2011, Berlusconi, Forza Italia, kishte mazhorancën dhe Berlusconi ishte kryeministër. Gjermanët, sigurisht në bashkëpunim edhe me amerikanët, por gjermanët kryesisht, e detyruan Berlusconi që t'i jap dorëheqjen, dhe që nga i moment Berlusconi s'është bërë më kryeministër në Itali, dhe Forza Italia nuk ka qenë më pjesë e qeverisë në Itali. E detyruan me forma të ndryshme që ai t'i jap dorëheqjen. Dhe caktuan aty një personazh që shumë pak e njihnin në politikën italiane, bile sa erdhi direkt nga Brukseli, Mario Monti, dhe ky personazh caktoi vetë ministrat e tij. Pra nuk ishte politika, sepse në atë kohë në mazhorancë në parlament, pra po ta marrim nga pikpamja demokratike, mazhoranca cakton qeverinë. Pra politika italiane ishte krejtësisht jashtë. Dhe çfarë ndodhi? Mario Monti qëndroi për 1 vit në pushtet në Itali, sa u bë tranzicioni. Gjitha projektligjet që ka kërkuar qeveria e Mario Montit janë aprovuar në parlamentin italian nga mazhoranca që ishte e Berlusconit,
dhe partitë e tjera, sigurisht se ai është fut edhe në koalicion me Lega Nord. Dhe kështu është kaluar kriza. Pra ju po thoni që i njëjti skenar mund ndodhe në Shqipëri. Unë mendoj që po. Qartë. Okej. Kastriot, një sentencë nga ana jote. Qofse më lejo, dua një replik të vogël me zotin Alieri, kur tha që jemi vend i vogël dhe peshojmë pak, kemi pak energji edhe për politikën e brendshme dhe për politikën e jashtme. Për politikën e brendshme është detyrë dhe privilegji i qytetarëve shqiptar që të ndikojnë. Në qoftë se qytetarët shqiptar kanë këtë mendësi, pra që nuk vendosim ne, vendos Amerika, vendos Anglia, vendos Serbia, vendos Greqia, ata do vendosin. Qofse ne lëm fushën të lirë, do vendosin ata. Shembulli që morë nga Italia, për mua është pikërisht ai. Populli italian, fatkeqësisht, është një popull i dorëzuar, që nuk reagon dhe nuk është vetëm Monti. Italia ka pasur një seri kryeministrash teknicien, apo teknokrat, dhe Italia gjatë gjithë kryevitet me këta teknicien apo teknokrat është varfëruar më tej. Ka humbur më tej për sovranitet, dhe sot edhe një kryeministri që kur ka ardhur në fushat, ka ardhur me flamurin e sovranizmit, sot është më globaliste se sa kryeministrat paraardhës. Në Shqipëri punët janë shumë keq, kanë shumë kohë që shkojnë keq, dhe unë vazhdoj të besoj se zgjidhja është tek qytetarët shqiptar. Jo tek partitë politike fatkeqësisht, nuk shoh tek partitë parlamentare, po të huajt nuk shoh. Te ata që nuk po zgjidhin dot skandalet e dosis Epstein, unë nuk mendoj se duhet presin zgjidhje shqiptarët dhe Shqipëria. Unë nuk besoj. Shiko, ne po ndajmë opinionet tona. Patjetër. Nuk është ndonjë unë do doja të ishte kështu, që qytetarët shqiptarë të kenë në dorë fatin e tyre. Kështu është nëse e beson. Nëse nuk e beson, nuk është. Fatkeqësisht nuk është kështu, sepse ne e dim shumë mirë, është çështja demografike. Kanë ikë 2.2 milion shqiptarë në 35 vjet. Një minutë lutem. E para, kjo është e para. E dyta, pushteti, pra kur flas për pushtetin, flas jo vetëm për qeverinë, por pushteti politik në Shqipëri, si qeveria, si e opozita, e kanë shkatëruar edhe atë iniciativë që mund të kishte bërë diçka në Shqipëri. Këtë punë ka pushteti kudo. Po këtë punë ka pushteti, unë shtroj pyetjen çfarë punë kanë qytetarët. Punë pushtetet e diun. Pushteti është ndërtuar që dy njerëz në këtë situatë të kenë gjithë të drejtat dhe gjithë pasuritë e këtij vendi dhe ne vetëm të votojmë. Dakor, po si mendon ti në këtë situatë, cila është rruga e veprimit qytetar? Qytetarët duhet të tregojnë që duan një sistem tjetër, nuk e duan këtë që kanë. Dakor. Duke filluar nga sistemi zgjedhor, duke filluar te kushtetuta që kërcënon Edi Rama do ta ndryshoj unë se i kam votat, kushtetuta është e qytetarëve. Po e lanë qytetarët ta ndryshojë Edi Rama, do ta ndryshojë Edi Rama. Sipas shefit vet. Shumë dakord. A mund të vazhdoj vetëm një pikë të vogël, edhe do ta. Duhet fuz dhe goxha. Edhe ai ka teori për këtë pjesë. Jo, meqense zoti Çipi përmendi, domethënë, sbashku edhe me zotin Çipi, i ftuar ka qenë edhe zoti Goxhaj, besoj që edhe Armiri ka qenë i ftuar, jemi mbledhur disa njerëz gjithë të lirë, pra pa organizime politike, dhe kemi bërë një tavolinë, presim të premten të bëjmë një tavolinë tjetër, për propozimin e një kodi zgjedhor. Pra shkojmë tek thelbi, tek aja, dhe kjo besoj që intereson, pra, dhe nuk do mbështetemi tek kjo iniciativë ligjore të shkojë në parlament nëpërmjet një deputeti apo një grupi deputetësh. Ne duam që të bëjmë një marrje firmash nga 20.000 qytetarë. Nisëm qytetare për të kaluar këtë propozim në parlamentin e Shqipërisë. Kaq që të mos ta zgjas. Faleminderit. Jo, prit falë sekond se Altino më falë. Se thot Iliri edhe Armiri, po, unë jam i ftuar, por nuk kam marrë pjesë. Jo, nuk e di. Të lutem, jam. Nuk e di. Jam, po nuk marr pjesë. Mirë, nuk. Po se kam me ty, mor mirë thot. Po jo, mos po them që e ke me mua. U sqarove. Ore prit. Nuk marr pjesë. Pse? Sepse unë nuk besoj ke këto gjëra. Që një grup qytetarësh apo një grup fshatarësh apo një grup intelektualësh bëjnë këtë ose bëjnë atë. Një grup qytetarësh mund prodhojnë një ide
mund të prodhoj një kaos. Këtu fillon. Jo një grup qytetarësh marrin nisma të cilat nuk kanë lidhje ata me to. Duke filluar nga nisma gjigante për ndryshime kushtetute e kodesh, deri tek nisma më e fundit për hajde të bashkojmë opozitën. Të gjitha këto, për mua është kohë e humbur. Shqipërisë duhet, dhe jam dakord me Kastrioti dhe jemi në një mendje besoj me shumë të tjerë, i Zoti e nxjerr gomarin nga balta. Populli, Po nëse nuk ka nisma qytetare për se sa po theqin. Prit. Populli do ta zgjidhë këtë punë. Por populli, kur në krye të vet të marrë një ide ose ideologji dhe të mos merremi në klube të mençurish prodhojmë, japim zgjidhje partive ose të tretëve, po kur ne bëjmë atë detyrë që kemi. Nëse ne vazhdojmë Hajduti, Belinda, ky ai, popullit tonë kemi hedhur vetëm bukë dhe cirk. Kemi bërë lojën e të thatë. Ve dëgjova. Pa partitë, nisëm qytetare. Po pra nisëm qytetare, Po por jo për ndryshuar kodin zgjedhor. Po pse? Ja ta them unë sepse. Sepse kod zgjedhor dhe po morën nisëm ti, partitë që do hyjnë të luajnë, pra është sikur tifozët tonë të ndrojmë rregullat e lojtarëve në fushë. Kodi zgjedhor i shërben partive. Ne natyrisht mund të japim popullit një ide, dhe popullit japi ide, por ideja që duhet të dhëmë popullit është orientimi se ku ndodhet, se popullit shqiptar ne po i themi, Edi Rama është Hajdut, duhet heqim Edin të vim ne, që si jemi Hajdut. Jo, këtë po e thot Berisha. Të keqem vlla. Bravo. Jo, po ne tjerë themi, fajin që Edi Rama atje e ka kodi. Jo vlla. Fajin që Edi Rama atje e ka establishmenti, e ka dhe shoqëria, që po themi civile, opinioni publik, i cili merret për zgjidhur hallet që duhet të zgjidhë politika. Përpiqemi të japim argumenta politikës, si bëhet kodi, si ndryshohet kjo, si bëhet ajo. Ne detyra jonë është të analizojmë sakt, pra të japim diagnozën për sa dim ne, dhe të japim një zgjidhje. Dakor, pra, pjesë e diagnozës është që PS-ja dhe PD-ja e kanë bërë kodin zgjedhor në 30 vjet. Dhe e kanë bërë keq dhe qytetarët duhet ta bëjnë ndryshe. Unë ju respektoj. Është më interesante kjo temë se sa Më dakord të diskutojmë, po t'ja marrim menimin ndaj filmit dhe ju ta diskutojmë këtë podeshën, pjesën e dytë. Jo, më jap fjalën. Dakor. Unë jam dakord me gjithë, jam kundër gjithëve, sepse të gjithë kanë të drejtë dhe të gjithë i japin më shumë të drejtë disa elementeve duke zhvendosur drejtën e tjerëve. Po unë mendoj që të gjithë këtu biem dakord që Shqipëria është e kapur nga një establishment drejt vdekjes, jo një establishment që po e mban për ta shfrytzuar dhe kaq. Ky vend është kush populluar dhe këtë harrojmë ne, që është më e rëndësishme nga të gjitha. Domethënë, sot statistika e fundit tregon që jemi 75% e lindje, jemi 25% e lindjeve të vitit 91. Ky është problemi që ky vend po vdes. Dhe një establishment nuk e ka kapur se po e mban. Ky establishment ka detyrë ta vras këtë vend dhe ne po vdesim për shkak të establishmentit ton politik, i cili është një projekt ndërkombëtar i iniciuar në Shqipëri që vitin 92 nga mafia Soros ku don botë. Ne kemi Shqipërinë si gjithmonë, vendi më stalinist kur gjithë kishin heq Stalinin, ne ngelim gjithmonë të fundit dhe ngelemi me pasyra të mëdha. Jam dakord dhe nuk jam dakord me gjithë parafuqësit kur flasim për kodin zgjedhor dhe për iniciativat qytetare për një arsye. Duhet një kod anti-establishment, pika parë. Dhe unë kam vajt në atë tryez si përfaqësues i lëvizjes anti-Soros, pikërisht një lëvizje anti-establishment, për të kërkuar një kod anti-establishment, që rrëzon establishmentin. Problemi është që vendimet i merr establishmenti, edhe për kodin ton. Dhe aftësia jonë do të varet vetëm nga mundësia që ne t'i japim publikut që të solidarizohet me variantin ton për të mbajtur në ngërç projektin e teatrit politik, cirkut politik që bën kjo klasë politike. Domethënë, unë e theksova edhe atë ditë, pikërisht këtë skepticizëm të armijës shkurtit, koncepti është që çfarë arme kemi ne për të detyruar këtë klasë politike që ka dhe votat, ka dhe pushtetin, ka dhe gjithçka tjetër që i duhet përveç legitimitetit publik, brenda dhe jashtë Shqipërisë. Ne kemi vetëm një armë, ne të nxjerrim bojën. Ne jemi nga ato kategori individësh që fuqinë e kemi për të diskredituar cirkun politik të brendshëm dhe të jashtëm. Pasi ka një teatr të jashtëzakonshëm që lidhet me tezën që doja të shpjegoja sot në raport me realisht çfarë po ndodh, sepse unë nuk besoj që ajo që ne shohim lajme është e vërteta. Unë do ju kujtoj juve që në nëntor u kërkua pezullimi i Belinda Ballukut. Dhe filloi të ndihej rezistenca ekstreme radikale e establishmentit politik qeverisës, pra asaj që quhet mazhoranca me terma juridik. Dhe pam një ndërhyrje të jashtëzakonshme ndërkombëtare kur bomba më e madhe ishte nga Amerika që tha 90 ditë kohë ka
Shqipëria për të bërë i vlerësimi se çfarë do bëjmë me të. Nga Amerika flas. Dhe ndërkohë nuk ngeli kush pa i bërë presion kësaj qeverie që ti nuk mund ta pengosh hetimin e Belindës. Po në fakt gjithë ishte një teatr në këndvështrimin tim. Është një teatr ekzemplar ku SPAK-u është në qendër të suksesit të reformës drejtësi, e cila është reforma më e dështuar ose më saktë më e suksesshme për ligësinë që ka pas qëllim që kur e solli Soros në Shqipëri, që sot po të shkosh në gjykatë duhet të rish 15 vjet, 20 vjet. Pra dikur thuhesh gjykata e korruptuar, sot dash e korruptuar, dash pa korruptuar, ç'më e korruptuar se çka qenë sipas indeksit ndërkombëtar të gjyqësorit, që është statistikë zyrtare, sot drejtësia ka marrë fund, nuk funksionon më. Ne si avokatë dim që dikur para 10 vjetësh në kohën e korrupsionit të madh të Fajin e Kasaliu, të sistemit drejtësisë, shkoshim gjykat, marrëshim punë. Me afat kohë, ja përcaktonim klientit. I thoshim, po ja, për kaq kohë do presim një vit e gjys, 2 vjet apelin dhe do vazhdoj. Jo. Ne sot kur na vjen klienti them, bëu gati për një 10 vjet vëlla. Do të thënë, i themi shkurt që ti nuk ke më mundësi, sepse kur të vënohet 10 vjet vendim gjyqi, çfarë vlerë ka më gjyqi? A të leverdis. Po në këtë lojë të madhe, këtë teatr ndërkombëtar, ne kemi të teatrin lokal, i cili është një teatr perfekt. Unë do të bëj, si thosh, publikut një pyetje. Për të arrestuar Erion Velin, u kërkua që pezullimi i Erion Velis apo arrestimi i Erion Velis? U arrestuar Erion Velin. Çpati SPAK-u që kërkoi pezullimin e Belindës, kur duhet shkonte thjesht me arrestimin e saj. Për çfarë po zgjatemi ne? Nëntor, dhjetor, janar, erdhi shkurti. Për çfarë po zgjatemi? Po mbaro shkurti, jo erdhi. Po për çfarë po zgjatemi ne? Pezullimi i saj është kthyer çështja. Ndërkohë që çështja nuk ishte pezullimi i saj. Çështja ishte arrestimi i saj. Dhe arrestimi u zhvendos për shkak të pezullimit. Tani kush e bëri këtë kërkesë pezullimi? Kur gjykata kushtetuese dha përgjigjen qartë me Erion Velin e mos pezullimit, ishte një teatr i SPAK-ut me këta, që këta të kenë një kockë me thydhomët, populli, media dhe politika, të pezullimit të Belindës. Belinda nuk duhet kërkuar fare pezullimi i saj. E vetëm që duhet kërkoj ishte arrestimi dhe mjaftonte aq. Dhe gjithë debati do të ishte që qeveria e lën apo jo të arrestohet Belindën. Ndërkohë ç'të debat kemi ne sot politik brenda Shqipërisë, jo po ndarja e gjyqësorit, ndarja e ekzekutivit, kush e pezullon, kush e ka pavarësinë, kush e bën, kush e han. Tash unë po ju shpjegoj gjë. Në qoftë se ne kemi precedentin e pezullimit të një zëvendës kryeministri, i teket një prokurori dhe mund të pezullojë gjithë qeverinë. Dhe erxon qeverinë. Pra, këtu ne hym në një debat juridik parimor, kushtetues, ndërkohë që s'kishte vend për fare për këtë debat. U shpik ky debat. U shpik nga SPAK-u në teatrin e tij me Edi Ramën, dhe Edi Rama vazhdon shpikin e tij teatrore sepse nuk mund ta shoqëtojë Belindën. Ndërkohë opozita gjatë gjithë kohës vazhdon të jetë pjesë aktrimi e këtij teatri absurd. Kjo është një rrenë e madhe, një cirk i madh, cirk dhe buk, që kanë shpikur këta dhe kështu mbajnë dhe ndërkombëtarët në një debat parimor, ndarja e pushteteve, qeveria po elshon as elshon, kur në thelbe gjithë çështja çfarë ishte, është një konsensus i përbashkët i një klase politike që synon që të kaloj shpejt e shpejt 2 vjet afat që ka SPAK-u për të kryer detyrat e shtëpisë, në mënyrë që këta të vazhdojnë të shtypin dhe të vrasin Shqipërinë deri në pikën finale që këtu të zhduket çdo lloj frymëmarrje që ka mbetur e ka filluar në këtë vend. Pra ne jemi përballë një teatri dhe ne si palë, një individ 5 veta jemi këtu, si ne ka shumë të tjerë, neve jemi fajtorë të gjithë bashkë për faktin që nuk bëhemi bashkë për të prodhuar një diskreditim të plot të gjithë skenari të partive politike, të këtij establishmenti politik, të gjitha janë në të njëjtën tavë, sepse në finale unë mund t'ju bëj pyetje, kush është i vetmi aksion politik i sotëm, politik i gjitha palëve? Pushteti i Sorosit në Shqipëri bën teatrin e vet, pushteti i Sorosit në opozit, ku kanë vënë Erman Asimin, antar i bordit Fondacionit Soros, si koordinator të bashkimit opozitar, pra Sorosi që bashkon opozitën, po bëjnë teatrin e përbashkët që ne të vazhdojmë të vdesim, sepse ky projekt është nënshkruar në vitin 92, ku kanë qenë të gjithë dakord që Shqipëria duhet të vdes, duhet të zhduket, që ky vend të zëvendësoj popullsinë, të vinë ata që kanë plan me ardh, kolonët e rinj dhe sklerët e tyre nga Azia juglindore, dhe neve të përfundojmë në Europë si emigrant që do të mbushim tregun e punës që ka shumë nevojë për ne, sepse ata kanë vdekur dhe ata për vete, po për një lloj agjende si kjo e Sorosit Shqipëri. Okej, do të shkojmë në hapësirë publicitare, i kthehemi për pjesën e dytë të emisionit për të vijuar këtë diskutim. Sërish në studio për pjesën e dytë të emisionit, faktikisht në pjesën e parë diskutuam pak për perspektivën në raport se çfarë do ndodh me Shqipërinë, Armir, në rast se Zoti Rama e çon në ekstremitete. Pra, po të bëj një pyetje drejt për drejt. Nuk e lejon që parlamenti të votojë
në këtë rast, duke thyer çdo precedent mundshëm, sepse në rastet e tjera e kanë dhënë miratimin, pra kartonin jeshil në raport me njerëz tjerë që është kërkuar arrestimi. Futet Rama drejt për drejt në i përplasim me ndërkombëtarët në këtë rast, që duan ta mbrojnë reformën? Nuk ja ka përtuar Rama dhe prandaj thash, Rama e ka qef të eci në kufi. Po ti the, domethënë pak më përpara ka qef luajnë ekstreme. Po. Ka qef luajnë ekstreme, ka qef sfidat. Po beson se mund t'ja dalë përballë ndërkombëtarëve? Edhe ja del. Edhe ja del se varet se, shiko, neve ndërkombëtarët i quajmë sigur janë edhe ata kështu figura të shenjta, njerëz me parim, njerëz janë dhe ata. Korrupsioni nuk është se u shpik në Shqipëri, nuk është se u shpik në këtë shekull. Korrupsion ka kudo dhe Shqipëria ka treguar qarta të shembull se si ndërkombëtar që kanë ardhur këtu janë bërë pjesë integrale e korrupsionit të këtij vendi. Dhe Shqipëria në fund fare është një vend sovran, të paktën teorikisht. Dhe duke luajtur brenda ligjeve dhe rregullave të veta, kryeministri mund ta mbajë pushtetin, sepse ligjërisht është një person që ka 83 mandate. Ju kujtohet se edhe në Shqipëri, në këtë Shqipërinë tonë cop, u sensibilizuan intelektualët, që me që flasin për intelektualët që hinë për këto gjëra, si kjo Amerikë diktatoriale mori Maduro. Po kupton? Kështu që po kjo elitë, nesër pas nesër do thoj, pse ne jemi vend sovran? Çdo ky ose ai, shumë mirë ky që ka votat, se ne duam të na heqim Ramën, se si ka thënë Vrenozi, më dhemb, thot Vrenozi. Se u bë 13 vjet dhe ne do ndrojmë dorën, po jo stilin. Ndrojmë se na dhëmb e këtij. Kjo është gjithë fabula e kësaj gjëje. Dhe Edi Rama, në qoftë se vazhdon të eci ligjeve të vendit vet, duke dhe i ndryshuar xhanëm se ka drejtën e vet legjislative. Dhe neve vazhdojmë, dalim në protestë, themi tiki hajduti, mandatin e 4 e mbyll rehatlik fare Edi Rama, dhe ndërkombëtarëve mund të rrudhin buzët, mund ta shtyjnë integrimin në Bashkimin Evropian, po kujt i plasi? Spari Edi Ramës, nuk gjë. Ai e ka këtë, do ta lë një emër, siç dalin sot Partia Demokratike thotë ne hoqëm vizat, ne u futëm në NATO, dhe atij duhet kjo dekorat. Por benefitet që i sjell pushteti sotshëm. Pra, populli ka i shprehë, më mirë i pari fshatit se i fundit i qytetit. Edi Rama është i pari fshatit. Me Europë, pa Europë, ka pushtetin absolut këtë vend. Enver Hoxha, me Europë, pa Europë, ishte pari fshatit, 45 vjet, edhe 5 vjet pasi vdiqe ai. Pra, nuk është puna se as ndërkombëtarëve, dhe po marr paralelizmin pikërisht me kohën e Enver Hoxhës. Edhe Amerika, edhe Italia, që përmendi Iliri, edhe Vatikani, e shkruan atë Zefllumbi rafet pas librin e vet. As Vatikani nuk u ndje për atë që i bëheshe priftrive. Pra, ndërkombëtarët vëllai kanë agjendat e tyre. Ndërkombëtarët e njohin qeverinë e Enver Hoxhës 46-ën. Janë ndërkombëtarët e njohin. Ndërkombëtarët kanë njohur çdo palë zgjedhje në Shqipëri, pavarësisht raporteve. Pra ndërkombëtarët kanë disa parametra, dhe ndërkombëtarët punojnë me fituesin. Prandaj unë jam shumë dakord me atë që thotë Kastrioti, populli. Duket kështu si slogan komunist, si kështu, populli nuk do të thotë që do dalin neve, do dalim nga shtëpitë një ditë caktuar dhe do dyndemi në rrugë. Tani te kjo duhet populli rreth një ideje dhe një grupimi, por populli shqiptar, jo të tjerët. Okej, kjo jemi. Po pse Rama për shembull po sillet ndryshe nga rasti Velia, Ahmetaj etj. Me këtë zonjë? Tani rasti Velia ne kemi shpjeguar në këtë studio. Po patjetër, kemi bërë sa emision. Nuk dua t'ja marr Altinit shpjegimin, se ai e ka thënë se ku ka shkelur Veliaj. Unë kam pasur tezën time, e cila statistikisht më rezulton edhe e vërtetuar nga ajo që tha Berisha. Në vend që Sali Berisha të bënte protesta, në kryeministri bëri 44 protesta tek bashkia, duke sensibilizuar opinionin e brendshëm dhe të jashtëm që e keq ishte Velia, dhe Velia shkoi në burg. Par mbrëm tha, ne tha me protestë, me 44 protesta, hoqëm hajdut dhe 3, tha, tash do heqim të dytin. Pra sot jemi mbledhur të bëjmë zhurmë për të hequr Belinda Ballukun. Pastaj do të vijë Rama, hajdutit nr. 1 thotë Edi Ramës. Po ndërkohë, këta janë si poçat e dritave, digjet një vjet tjetri. Ndërkohë që duke heq dyshin, vjet 3 dhe 4, do filloj të heqim 4, do vjet 5 edhe kështu me radhë. Në qoftë se ne nuk ndryshojmë sistemin, ose më saktë, nuk kthejmë sistemin ton, dhe nuk do lodhem se të thënë këtë. Se ne na kanë marrë sistemin ton kushtetues.
liri, demokraci, Shqipëri si gjithë Europa, ekonomi liberale të tregut, na e kanë tjetërsuar. Dhe ne duhet luftojmë. Marr pa modesti fare meritën të them që e kam thënë unë vite përpara termin Edi Rama është pushtues. E ka marrë Berisha. Unë nuk e kam privatizuar atë si term dhe as kam drejt autori. Po në rast se unë si armir në analizë temë është pushtues dhe mund të jetë diskutueshme. Kur ka dalë kryetari i opozitës dhe thotë Edi Rama është pushtues, kjo është kaos publike. Kjo është kaos politike. Në qoftë se kryeministri i vendit ka thënë është pushtues, mjetet nuk janë vota. Dhe i ka thënë Edi Rama nuk ikën me votë. Atëherë me kryengritje paqësore, e cila është një oksimoron. Se kryengritja është një lëvizje armatosur. Paqësore është e kundërta. Si do ta heqim Edi Ramën? Në qoftë se është pushtuesi, populli do të thonë, ky person ka pushtuar vendin për interesat të tjerëve, ky person, të gjitha që kemi thënë, që thuhen tek e tuk edhe në për fjalime politike të gjithë tyre që janë opozit. Dikush thot shpobullimin, dikush thot rënimin e ekonomisë, dikush thot korrupsionin, dikush krimin e organizuar. Po ti mbledhësh bazat tush, pushtuesi vëlla, na ka marrë të gjitha liritë e drejta tona, duhet të japi dhe zgjidhjen se si njëjtë. Dhe zgjidhja nuk është kryengritje paqësore. Kjo është për mua zgjidhja. Dakor. Ilir, njëjtën pyetje kam edhe për ty. Po, unë besoj du të ndaj përgjigjen në dy pjesë. E para, e përmeni edhe Altini pak më përpara, Shqipëria ka një afat. Jo vetëm Shqipëria. Është gjithë Ballkani Perëndimor, pa ne intereson Shqipëria. Me sa di, kur kemi folë së bashku, më duket, me datën 26 mars më ke thënë që përfundon afati i Shqipërisë. Pra, ka një afat dhe nuk e ka dhënë, ka ndryshu tashmë në gjithë kontekstin ndërkombëtar ka ndryshu. Ka ardhur një burr atje në Washington, i cili i ka ndryshu gjërat, po i thyn atë të vjetrën dhe të kalburën. Dhe kjo ne na intereson, sepse asnjëri nga ne nuk jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ne na intereson ne këtu, se çfarë po ndodh atje. Dhe ai nuk po thyn vetëm atë çfarë ka gjetë në shtëpinë e tij, por i po thyn edhe atë çfarë po ndodh, çfarë po bëhet në Europë apo edhe në vendet e tjera, në rajonet e tjera të botës. Nuk po ja përmend emrin se dihet më për kë po flasim. Kjo është e para. E dyta, si do e ndryshojmë sistemin? Kur u përmend këtu edhe unë e thash pa shifra, Altini e tha me shifra. Sot ka dalë rezultati 75% më pak lindje se në vitin 90. Është çështje numrash, Armir. Nuk është çështje dëshirash. Është çështje numrash. Në qoftë se ne themi që si do e rrëzojmë këtë elitë. Si rrëzohet kjo elitë? Se nuk është thjesht çështja e një personazhi apo e një partie që është në pushtet, që ka shkatruar çdo gjë, dhe jam dakord me atë që the. Ka shkatruar çdo gjë, ka kap çdo gjë, krimi organizuar, korrupsioni, gjitha, ekonomia, financa, ç'është jeta sociale, çdo gjë, po ti nuk mund të bësh një bar të suksesshëm, një restorant të suksesshëm, në qoftë se nuk ke lidhjet e tua politike. Ti s'bën dot më TikTok, ti je influencer. Pra gjitha pra këto, gjitha. Pra gjitha këto, si rrëzohet? Ma po pyet mua. Po. Ja po të them unë. Unë do a lejohet që të lejohet, po isha puzas ke ty sepse se çështjen e numrave. Po ti ishte për çështjen e numrash. Kina dhe India duhet ishin demokracitë më të mira në botë. Po lejmë më së mërë me Kina. Po jo pra me që u morë me numrat. Nuk është çështje numrash. Po flasim për Shqipërinë. Zvicra është diçka më e madhe se ne. Jo më 8.7 milion banor. Po pra, po pak kur them ne jemi në Ballkan jemi shqiptar. Ashtu, Shqipëri, Kosovë jemi po themi sa gjysma Zvicrës ose sa një kanton. Ku di unë, merr Monte Carlo më vlla, merr të tjerat. Ashtu. Ti në qoftë se ka po pse bëre krahasim atëherë ti? Atëherë ja ta them unë ty. Ja të bëjmë krahasim. Ka një libër që thotë se bien kombet. Dhe ai merr një qytet i cili ndahet në dysh me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Meksikës. Thotë pse është zhvilluar pjesa amerikane? Sepse pjesa meksikane ka korrupsion. Dhe Shqipëria nuk është çështje numrash. Ka në po jo pra, ka në botë shtete të vogla, Singapori për shembull, me që do, është i vend edhe si territor shumë i vogël se ne. Po.
Thash, unë nuk i pëlqej fare krahasimet, se asnjëherë krahasimet nuk janë simetri. Sepse ne kur ndërtojmë diskurin e themi se këtë ka Zvicra e ka ajo. Po me që po hyn ti ke vend i vogël, thjesht për ta bërë nul argument. Kanë demografinë krizë. Por të ashtu. Pjesa e numrave nuk ka të bëjë me pjesën e ideologjisë. Neve kemi një fakt. Po pra, unë e përmendoj unë jo ti, jo. Ti thon numra. Nuk është numra, jo. Ne vim nga një regjim i cili vrau dinjitetin e njeriu, ashtu, dhe vrau kulturën demokratike. Dhe ti ke hyrë në 35 vjet me batak qiler që e përdorën këtë regjim për ndërtuar një sistem hibrid. Dhe neve nuk kemi demokraci. Neve nuk kemi leadership, ne kemi një korrupsion absolut sistemit. Dhe nuk është çështje numrash, sepse sot çështja e numrave është këtu, ti shkon dhe i thua një qytetari në Vlorë, ta hedhi me Tiranën, po këtë të votoj Saliun, sepse ne nuk kemi prodhuar i dashur i lirë, jo numra. Ne nuk kemi prodhuar alternativ. Ka nikur, se s'ke alternativ. Po jo, se nuk ka se ngel budallej këto, por ka nikur. Ka nikur ai që do punoj. Ka nikur. Ai që ka ngelur, ka ngelur. Po nuk ka ndryshuar demokracia në Gjermani, më ka nikur dhe nga Gjermania. Ka nikur dhe nga Italia ka nikur. Kur ka nikur? Ka nikur më vlla. Po ndryshon. E ke më ka ndryshuar. Pikërisht pra kjo është ajo që po të them. Ne nuk arrim, sepse kjo politik ne bim dakord, domethënë në një pikë. Që politika 35 vjeçare, se nuk po i hyj asaj përpara 35 vjeçares, 35 vjeçare e ka shkatërruar këtë vend nga pikpamja demokratike, financiare, sociale, gjithë më radhë. A bim dakord për këtë? Po. Okej. Tashti, për të ndrruar një klasë politike, një elit politike e cila ka shkatërruar këtë vend, duhet kesh forcë. Si mund ta bësh? Pse vetëm në 13 vite ka nikur 1 milion qytetarë të Shqipërisë. Ti nuk ke në fshat njerëz për të punuar. Nuk ke. E ke bujqësinë, e ke... Ka që mbetëm, pse votoni Ramën më? Po 1 minutë më burr. Po ç'se po i për demografi, po s'po i për lidhje. Po jo më ta them unë më burr. Ta flas lutem. Ta mbaroj. Ti nuk ke në fshat njerëz për të punuar. Ti nuk ke në qytet njerëz për të punuar. Dhe po marrim njerëz nga gjithë bota. Kush do i bëj ato idet e reja, protestat e gjërat shumë? Shtire ka njeriu që punon tokën me idet. Po kush? Po si mo? Si s'pas ka imër buri dhe. Si s'pas ka lidhje? Ku jam idet për që duhet materializohen? Po ja, Po si na ka rënë forca ne të mendojmë se s'po të kuptojmë. Po mirë, pse s'jep ti një ide? Japun idet. Po cila pra është? Na e thuj, të mbledhemi rreth idesë tënde më burr, nuk ka problem. Po jo mos e sqarosh dot rreth idesë. Pse mo? Se ideja ime dhe Altin Goçajt dhe ti ide tona besoj di. Po jo më ky establishment ta tha Altini, ka vdekur. Të gjithë janë bashkë dhe Shqipëria, përveç asaj që ka thënë Altini, kam thënë unë, nuk është diktaturë Shqipëria. Shqipëria është oligarki, nuk kemi rënë dakord. Nuk kemi rënë dakord. Shqipëria është oligarki, thuaje. Po jo, është oligarki, biles oligarki. Në moment që do themi oligarki, nuk do themi a ndryshojmë kodin zgjedhor. A të keqen vllaj, po hapa këto mdesh. Jo more, si do hysh me rregullën lojti? A mirë. Unë të një rregulla duke shpjeguar njerëzve oligarkin, se Lul Basha me shoh thoshin oligarki për njerëzit me lek xhep. Shifte një atij që ishte qofte shumë, thoshte oligarku. Njerëzit duhet të kuptojnë që është oligarkia, për qëndrimi gjithë pushtetet me pak duar. Duke i shpjeguar oligarkin ti rrzon elitën. Por atë parë duke kriju ide më zotri, o zotri. Po cila më është kjo ide? Po sepse njerëzit dinë Rama Hajdut më burr. Njerëzit po dalin për protesta. Po digjen e po vriten se do heqin Rama Hajdutin, nuk jo oligarkin çmontojnë. Dhe nëse jam të shpërpriti se mbaroj konceptin. Nëse do të heqin Rama Hajdutin njerëzit, oligarkia do të prodhojë një ram tjetër. Dhe do të heqë ramën tjetër, për do një ram tjetër, sepse oligarkia nuk është një ram është diktatura. Enver Hoxha kur diq... Qa ide është kjo më burë? Si qa ide? Qa ide është kjo më? Këtë e pohon gjithë më. Por nuk e pohon të gjithë më. Para 90-s... Ore politik nuk e pohon njëri, Parti Demokratike, ka dalë sekretari për gjithë. Si a ne, po pritje se dhe të gjithë, fjallat gjithu po ta them si institucion. Partia Demokratike, sekretari për... Një sekund ta mbaroj. Një sekund ta mbaroj këtë. Të mbaroj këtë. Ore të mbaroj këtë. Partia Demokratike, Partia Demokratike, nuk do të me fol. Atëherë ta mbaroj. Po pritër burë që pëte thënotë, unë po them sot. 96-ën, 2026-ën, kur dush ti? Sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike në media po publikisht ka thënë nuk ka oligarki, nuk ekziston. Pra,
pjesa që pret të përmbysi pushtetin thot s'ka oligarki, ti thuaj tim gjithë. Kush e kam unë idetë mia me atë çfarë? Kush je ti më burr, ti voto si dush më burr. Unë po them, nëse do kemi përmbysje të sistemit, duhet të kuptojmë se është sistemi, nëse një pjesë e rëndësishme, se po nuk e pranon oligarkin, po nëse në opozita zyrtare nuk e pranon oligarkin, çfarë betejë po bën ti? Po në 89-ën gjithë e dinin që ka diktaturë në Shqipëri, mos zotëri. Gjithë e dinin që ka diktaturë në Shqipëri, që Enver Hoxha është kriminal, që Ramiz Ali është kriminal. Po, dhe mos nollte ajo çfarë nolli në Europën lindore. Po, Shqipëria prapë do ishte me Ramiz Ali. Kush ta ndryshon këtë? Po cila është ideja pra unë them jep ti ide se po vjen mas tejet dhe ti thon. Cila mo? Po ta shpjegoj mos emisionit. Po cila mo? Po ta shpjegoj mos emisionit pra. Avokat, të lutem kishe ndërhyrje, sepse u ngritën tonët. Jo, po kupton, ne nuk e kam ta ajo. Shumë ngrihen gjithmonë tonë për ide kaq shumë. Patjetër më kurse për ide po flasim se ky unë e mbyll emisionin fare që s'është për ide, se çfarë ide ka. Unë e bëj për këtë çështje. Ajo që doja të thoja unë është që në të vështrimin tim janë të gjitha drejta dhe të gjitha gabuara kur vjen puna për të mbledhur alternativa. Pse janë të gjitha drejta dhe gabuara? Sepse të gjitha janë të drejta kur flasim për realitetin. Të gjitha janë të gabuara kur flasim se si zgjidhet ky realitet. Sepse realiteti pika parë që do si në çdo vend botës, si çdo ngjarje historike, kërkon një elitë. Ktu është problemi ke elita. Ne nuk kemi një elitë e cila frymëzon publikun. Sepse vetë elita përbëhet nga individ që janë të gjithë kundër njëri tjetrit. Janë të gjithë kundër ideve të përbashkëta dhe të gjithë janë si thosh pengesë vetvetes dhe të tjerëve. Për shkakun se nuk e kuptojnë dot misionin e madh historik që është pyetja që bëre ti. Ore, çfarë i mbledh tha një? Çfarë mund t'i mbledhi? Unë nisa me shpopullimin. Dhe pse nisa me shpopullimin? Sepse demokracia për mua është e dorës dytë. Kemi vende që nuk janë demokraci të mirëfillta, siç është rasti i Kinës. Kemi vende që nuk janë demokraci të mirëfillta, por që funksionojnë. S'ka shpopullim. Po pikërisht se këtu do dalë. Shpopullimi në rastin ton është dënim e vdekje. Nuk ka të bëjë shpopullime me një realitet grek apo po themi italian apo gjerman. Shpopullimi jon nuk është një situatë e rikuperueshme, po bëhet një situatë e pakthyeshme. Do thotë ku ne të gjithë do bijem dakord mbas 5 vjetësh që të vinë sa më shumë emigrantë. Ne vetë do bijem dakord. Pse? Se do kemi prindrit, s'do kesh ku të kujdeset për ta. Dhe do kemi nevojë për të ardhur mjek nga India, infermier nga India, nga Bangladeshi, sepse ne po vdesim si vend. Në moment që ti ke një kaos që ka të bëjë me jetën dhe me vdekjen, në këtë moment ka mobilizim, ka dhe arsye që nuk është më demokracia, sepse ne flasim për demokraci që për mendimin tim nuk është thelbi i problemit. Flasim për hajdutin Rama. Kjo është një nga gënjeshtrat më të mëdha në botë. Rama nuk është hajdut. Hajdut mund të jenë gjithë qeveritë e Shqipërisë para Ramës. Rama është vrasës i Shqipërisë. E thoshte Vaso Çubrilović në vitin 1907 dhe kjo ideologjia Vaso Çubrilović është realizuar si një projekt ndërkombëtar për Shqipërinë në vitin 2013 në 23 tetor, kur u bë marrëveshja midis Sorosit dhe Kokalis program në Harvard për të bërë programin e shpopullimit të Shqipërisë, ku e firmosi Edi Rama dhe paguan dhe Sorosi faturën e think tanku dhe mendimit si do bëjë kjo gjë. Dhe koncepti Vaso Çubrilović ishte ajo që thotë Armiri, nuk do t'i armatosim, tha. Do t'i armatosim bandat serbe, po nuk do t'i paguajmë. Do t'i çojmë të prezencë shqiptarë dhe të paguajmë duke vjedhur shqiptarët. Rama nuk është hajduti. Paguhet me hajdutlik. Por qëllimi është popullimi, është vrasja e Shqipërisë, pra është pushtuesi si koncept. Në një moment të tillë ti ke një kaos. Kaosa është jeta ose vdekja e një kombe, një populli, një vendi, ku nuk ka rëndësi i majt apo i djathtë. Ne na mungon një elitë që e çon përpara këtë kaos. Ne kemi një elitë që heshte kur paraqiteshin dhënat e shpopullimit vitin 2015-16. Unë me Armëri kemi bërë kush e di se sa debate publike në atë mundësinë e censurës totale që heshnin njerëzit, sepse nuk e konsideronin të rëndësishme, sepse mërziteshin ata që janë lart. Kush janë ata që janë lart? Ata që realizonin shpopullimin. Basha për herë të parë ka përdorur fjalën shpopullim jo si agent, po si fenomen, bashkë me Sali Berishën dhe bashkë me gjithë të tjerët në vitin 2021. Kur kishte ndodhur procesi, kishte marru. Sot po lexoja se si këta të PD-s vazhdojnë të referohen statistikave të falsifikuara të Instatit për censusin, që është një gënjeshtër e madhe. Dhe këta e mbajnë gjallë sepse zonja e PD-s që mbulon censusin dhe statistikat është e korruptuar me gjithë sistemin e Instatit, ku hajnë buk, herë në opozitë herë në pushtet bashkë me njëri tjetrin. Dhe ajo mbajnë gjallë narrativën, një narrativ mashtruese ndërkombëtar, ku opozita ka treguar vetëm tradhtare që nuk ka çuar këtë kaos në tim parlamentar në Europë, se Shqipëri mungon 1 milion vet. Jo 400.000 siç e kanë bërë ata.
Dhe për ditë dalin të vërtetat se si u falsifikuan dhe zgjedhjet në vitin 2025, pikërisht duke përdorur armën e censusit për numrat e votuesve, me makinat pajisësorë që janë bashkë. Pra koncepti im është, faji është Joni, faji është ne elitës. Pse i quaj veten elita bashkë me shumë tjerë? Sepse ne kemi aftësi për të menduar dhe aftësi për të prodhuar. Kemi aftësi për të folur në televizor, kemi aftësi për të bërë mendim. Po ne nuk bëhemi bashkë. Ne duhet bëheshim bashkë, po duhet kemi shumë kujdes vetëm nga një fenomen që ndodh për ditë. Të gjitha kauzat i kap Sorosi. Pse? Keni pyetur veten? Sepse të gjithë janë të lidhur me Sorosin dhe të gjithë marrin gjallë narrativën. Shqyqy që është Aulon Kalaja, që na bën bashkë. Unë e dini shumë mirë, unë kam ndaluar dalë në televizion me fol për këtë tema. Po dhe Armiri tash ka fituar medalë. 10 vjet censur plot. Pse jemi në censurë? Këtë se kuptojnë dot njerëzit. Jemi në censurë sepse kemi drejt, sepse kush e bën censurën? Ata që po shpapullojnë Shqipërinë, ata që po vrasin Shqipërinë. Kastriot. Ku qëndron te këtë debat? Unë vazhdoj të mësoj asaj që siç thot preambula e Kushtetutës, sovrani është populli. Kur sovrani nuk ka ushtron sovranitetin e vet, por e delegon, nuk ka pse qahet që ja keq përdorin. Tani ne presim nga ndërkombëtarët, presim që të krijohet rrethana ndërkombëtare që të vi këtu era trumpiste, se me që po e bën Trumpi në Amerikë, jo mund ta bëj Trumpi, mund të rritet 200 vjet Trumpi në pushtet, dhe qofse ne vazhdojmë me këtë amullim, me këtë flegmatizëm, ne do jemi kështu ose më keq. Shumë e drejtë. Tani shtroj pyetje shumë thjeshtun. Ligjërisht, moralisht, e nga të doni ju, çfarë na pengon që të bëhemi një shtet me Kosovën? Përveç se tru shplarja 35 vjeçare që do bashkohemi në Europë, jo tani, po duhet shkojmë njerë në Europë të dy që të bashkohemi. Pse? Kush na pengon neve? Na pengojnë demografia, numrat jo. Na pengon PD-ja, PS-ja, LDK-ja, PDK-ja, jo, zyrtarisht jo. Çfarë pengon? Ata nuk e marrin nismën, sa ata e dinë që ne nuk duhet bashkohemi. Sepse janë falur në Bruksel, kanë thënë nuk do punojmë për bashkimin kombëtar. Ne çfarë bëjmë? Ne kemi zgjedhur ata. E din ata e din, po, do vazhdoj puna kështu si do vazhdoj. Ka filluar është popullimi me numrat të frikshëm edhe në Kosovë, po bie edhe Kosova, po bie edhe shqiptarët. Në Kosovë? U hapën vizat, u liberalizuan vizat, do ikën më shumë njerëz. Situata ekonomike është e rëndë edhe në Kosovë. Ka qenë e rëndë, po vazhdon të jetë e rëndë. Unë nuk po them që qeveria në Kosovë ka qenë më e keqe se qeveria në Shqipëri. Po them që nuk ka qenë e mirë sa që të zgjojë entuziazëm dhe besim të qytetarët e Kosovës që mund të bëhet më e mirë jeta në Kosovë. Po ikën të shqiptarët e Kosovës. Dhe klasës Sorosit. Kështu që për çfarë flasim ne, kush na pengon ne? Jo, po ne pengon kjo mor kjo. Jemi gjithë ditën këtu. Ne presim, them, unë jam gati të shaj nga mesi deri në darkë Armirin se e ka bënë një punë keq. Po unë në fund ditës nuk them se bëra unë atë punën më mirë se Armiri. Po jo, Armiri ishte shitur pas e diskuto. Ky pasivitet na ka sjell këtu ku do na çojë më keq më. Shikon, nuk do jetë në një çudi që zhduket Shqipëria, se janë zhduk dhe kombet tjerë përpara në botë. Dhe e di pse unë ndjej këtë si rrezik eminent, se unë nuk shoh më patriotizëm. S'është çështje varfërie, s'është as çështje korrupsioni. Kjo është çështje e bjerrjes së identitetit kombëtar, e bjerrjes së krenarisë për kombin. Shqiptarët përpara vitit 1130 nuk kanë qenë më të pasur se sa jemi ne sot. Nuk kanë pas asnjë qeveri shumë më të mirë se sa këto që kemi ne. Pse u kthye doktor Basho, mbaroi në Vjenë me medalje ari dhe u kthye në Shqipëri dhe hapi spital? Të parin spital ginekologjik në Shqipëri, pse ishte patriot. Çfarë bëjmë ne sot? Ne i themi fëmijës 6 vjeç fillon mëso anglisht, ke qenë mami, atë ke qenë babi, shkon kurs pas shkolle. Facebook, TikTok, Instagram dhe bëu gati të hikësh në Gjermani ose në diku tjetër dhe mos kthehesh më. Jemi ne që po i largojmë fëmijët. Kjo nuk është puna se si kemi fëmijët, ne kemi larguar fëmijët. Edhe presim të rregullohet Shqipëria. Okej. Do ta thush për pas publicitetit. Do shkojmë në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi për pjesën e tretë të emisionit. Jemi rikthyer sërish së bashku për pjesën e tretë dhe të fundit të emisionit. Armir do doja ta nisnim bashkë të pjesë. Faktikisht folëm për çështjen e shpopullimit. Shiko, do më thënë, më kujtohet i bisedë me profesor Artan Fugën para ca kohësh, që më tha, më duke një heroj tragjik. Që do të thot, ato që keni thënë ju kanë dalë, patjetër, por në këto momente ne shikojmë nëpër rrugët e Tiranës, jo vetëm në Fushkruj, gjithandej në Himar, që po diskutonim, njerëz cilët shërbejnë por nuk janë shqiptarë. Pra,
pa dashur të jemi racist, patjetër duke respektuar çdo lloj sentimenti edhe të shkuar në shqiptarëve që kanë qenë në emigrim etj. Pa kemi të bëjmë këtu me emigrim të këtyre njerëzve, pra çfarë po ndodh me shqiptarët? Dhe ka shpjeguar shumë bukur kryeministri në vitin 2021 kohën e pandemisë, kur shkoi në një biznes diku nga veriu dhe i tha, shko ta merr nga Bangladeshi Senegali, tha. Ata tha, s'ka nga zgoj, tha, po fillon të drejtat e këto gjëra, i kthen, tha, i merr zëvendëson me tjerët. 2020 janar. Më fal? 2020 janar. Okej. Pra, koncepti i skllavërimit të këtij vendi, unë kam thënë dhe është bërë dhe virale ajo që i vetmi kryeministër në botë që ndroi popullin. Gjithë populli ndrojnë qeverinë, ky ndroi popullin. Dhe ja ka dalë, nuk është batutë, është tragjike siç thua ti. Ja ka dalë, shqiptari ka ikur. Ajo që thua ti, nuk është çështje racizmi. Donald Trumpi në Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ka bërë racizëm, se Shtetet Bashkuara të Amerikës është një vend i krijuar ekskluzivisht nga emigracioni. Pra, emigrantët e bën Amerikën. Dhe nga emigracioni mbahet, por emigracioni kontrolluar vuri në rrezik sigurinë kombëtare të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe demografinë. Dhe prandaj ka marrë ato masa që kalojnë deri në drastike. Emigracioni kontrolluar? Si kontrolluar? Në Amerikë po më green card-i është emigracioni kontrolluar dhe ka kuota dhe vit për vit Amerika ka nevojë për një numër të caktuar emigrantësh. Nuk jam i saktë në shifër, prandaj nuk e them, por një shifër shumë e konsiderueshme dhe nga gjithë bota aplikojnë dhe shkojnë me vizë të rregullt të jetojnë. Edhe Shqipëria ka nevojë, por është clever. Mua për efekt punës kanë ardhur më ankuar emigrant me shumicë nga Madagaskari, të cilëve i mbante pasaportën pronari. Dhe kur ne u interesuam, pronari vetë tha, zotëria, unë s'kam në interes, se çaj që pronar lavazhi, parkingu. Nuk kam në interes të mbaj pasaportën, por shteti shqiptar, po na iku ky tha na merr neve në përgjithësi tha. Për trafikim. Pra, për trafikim pra dakord, por shteti shqiptar nuk e ka konsideruar emigracionin sepse nuk di dhe ta kontrollojë dhe ka filluar prodhoj në kuptimin e parë fjalës sklever, cilët vinë, dhe janë skleverit aty pronarit që i mban me rroga që janë 500 euro në rastin më të mirë, në përkushte në rastin më të mirë ku flen disa në të njëjtin apartament, me ushqime që mua mi kanë treguar më ardhur për vjellë. Dhe që një pjesë e këtyre janë kthyer. Do të thënë, në Madagaskar, në Afrikë, të vi nga Shqipëria thoj, erdhën për një jetë më të mirë, por do kthehemi në Madagaskar, imagjino se si është ky vend për emigrantët. Gjithsesi ka lloj hallesh. Ju shikoni që në vend gjyshave ne kemi aziatik që mbajnë fëmijët, se ka ikur koncepti gjyshave. Kemi parë. Ju shikoni që në restorante nuk flitet më shqip. What do you want to eat? Thot një punonjës në restorantin mes Tiranës. Ajo e Himarës që të thash erdhi në mes të Himarës, mes dimrit erdhi në foli anglisht. Do thot që demografia, dhe ajo që thot Kastrioti e ka thënë driti pas shpirti le ka zogu në theshtatën, po sfitoj monarkia, tha, brenda periudhës shkurtër kohësh do ketë Shqipëri. Pse? Ore s'ta marrë njëri Shqipërinë krah. Do ndryshoj demografia dhe fjalën popull do e keni parë që ka ikur nga fjalori. Është banor, komunitet, fjala popull është hequr nga fjalori, shtetas është hequr nga fjalori. Pse? Sepse duhet çmontuar arsimi që është goditur, kultura që është goditur dhe shumë gjëra të tjera, edhe struktura njerëzore që thot Iliri. Pra është goditur në ADN. Ne jemi qeliza staminale, se ato që përdoren për të përdoruar gjithçka. Je dakord me atë që tha Goxha që është dëm i parë i kuperueshëm ky që po i ndodh Shqipërisë, apo ti mendon që ne mund ta Ka do të përgjigjem me një term mjekësor, koncept mjekësor, që kur robi ka hemoragji, ka i sasi të caktuar gjaku që nëse humb, po themi 300 gram, 400 gram, je rikuperueshëm. Nëse ke humbur mbi 500 gram, atëherë pasojat janë parikthyer. Tash unë nuk e di, nuk e mas dot ku jemi. Por nëse ne jemi që lidhshmëria këtu është e ulët, po në disa vende të Europës ka kaluar, në Francë për shembull kishin kaluar vdekjet numrin e lindjeve. Nëse ndodhe njëjta gjë në Shqipëri, kjo është e parikuperueshme. Pse? Ajo që thot Kastrioti, mua më shkojnë lotët rrëke kur hypi ke shkallët e pallatit tim dhe shoh
4-5 çuna si drita, 8-10 vjeç, që flasin vetëm anglisht, janë tulur me tablet në dorë, flasin anglisht. Pra ata janë emigrantë që presin të hypin anijes e tikin. Dhe në brezin, brezi i parë emigrantëve, jo i 2 dhe i 3, shqiptar, humb gjuhën. Ju keni parë, vinë këtu, Mateo vjeni da mama. E pse humb? Sepse humb lidhet me vendin. Ikin dhe nuk duan të shohin bojën këtij vendi. Dhe në qoftë se ka ndryshuar kjo gjë, dhe në qoftë se është në pikën pa kthim, atëherë ne nuk jemi heroj tragjik. Ne thjesht jemi figurant në një dramë, në një tragjedi, figurant në një tragjedi, në ato koret e tragjedisë greke. Nuk jemi më shumë se kaq. Do ta vazhdoj pikërisht kjo puna e fëmijëve që flasin anglisht. Do kujtoj që ishte viti 2014 kur nxorëm alarmin për shpopullimin e Shqipërisë dhe gjithë qeshnin. Shumë pak njerëz e merreshin seriozisht. Arsye pse qeshnin ishte sepse kështu donte agjenda establishmentit që të prodhohesh të konceptit teorive të konspiracionit, teorive me alien, këta budalli që merren me Soros, atë ç'është ky Soros, ku ekziston Soros etj. Sot jemi në momentin ku çdo familje që ka fëmijë të moshës 5-15 vjeç ka filluar të kuptojë që fëmia më shumë flet anglisht se shqip. Pse flet më shumë anglisht? Se flasin shkollë bashkë me njëri tjetrin për shkak të rrjeteve sociale. Që është ajo që thot Armini, ne po përgatisim brezin e ri të emigrantëve. Dhe ku është pika e gjakut? A ka kaluar apo s'e ka kaluar? Teorikisht ekzistojnë të gjitha potencialet. Pra teorikisht të kthehen shqiptarët, të lindin shqiptarët, materialitetet mbushen plot. Si thosh të kthehet prapë jeta. Si, qysh, ç'a ofertë? Ç'a kemi ne më të mirë se perëndimi? Pse duhet vija në Shqipëri kur është më i garantuar perëndim? Pyetja është kush perëndimi në gjithë këtë histori. Pra këtu mungon një koncept që quhet ofertë për ta shpëtuar Shqipërinë, si këta që janë, si ata që kanë ikur e që mund të kthehen. Sepse këtu mungon një program politik i shfaqur në çdo lloj forme, se si këtu mund të kthehet prapë jeta, se këtu edhe kur fitoj një parti që pas ka program më të mirë se ata që po shpopulojnë Shqipërinë, çfarë menderin do bëj? Prapë ta do ikin, se janë përgatita, është programuar truri për të ikur. Ktu çado që t'i ofrosh ti, ai thot prapë më do ikë atje. Këtu mungon pikërisht ajo roli i elitës shpëtimtare të viteve 1800, që quhet rilindja. Ku këta e morën për ta vrarë fjalën rilindje dhe shkatëruan në vitin 2013. Mungon ajo koncepti që patën ca njerëz që Shqipëria s'kishte as i shpresë nuk ishte. Në atë kohë do coptohej, ishte marr funde e punë, do zhbëhej Shqipëria, dolën ca burra dhe thonë, "Ore, nuk keni turq, keni shqiptar, nuk keni grek, keni shqiptar." Dolën ca burra, ndërtuan një aleancë ndërkombëtare, mbështetëse të ideve tyre, lobuan me njëri tjetrin dhe prodhuan një shpëtim shpirtëror që solli shpëtimin fizik pastaj. Edhe kjo me halle të mëdha. Këtu mungon pikërisht elita që prodhon shpëtimin shpirtëror. Çdo thot shpëtim shpirtëror, që jep një ide, një perspektivë, një optimizëm. Këtu nuk japim dot ne njerëzve optimizëm për aq kohë sa të gjithë ata që e kanë për detyrë ta bëjnë këtë gjë, kundër establishmentit që kanë plan me varros Shqipërinë për të mbrojtur hallet e shtëpisë vet, siç është PD-ja që do të morë vetëm hallet e shtëpisë vet, siç është PS-ja që është detyruar të vazhdojë këtë rrugë sepse tashmë ajo grupi i rilindjes sorosiane që e kapur e ka ndarë mendjen për ta realizuar objektivin për cilin i solli pushtet, që është zhbërja e Shqipërisë. Këtu mungon pikërisht kjo fuqia jonë për t'i shpjeguar popullit, për t'i shpjeguar brenda dhe jashtë Shqipërisë se ekziston një arsye e madhe që le të bëhemi gjithë bashkë, që është ajo që ka vdek patriotizmi, që ne mund ta kthejmë këtë gjë, duke i paraqitur pikërisht argumentin se si këtu mund të jetohet më mirë se në Gjermani, në Amerikë dhe në Francë. Po si, pse qysh tek? Sepse Shqipëria ka një potencial historiko, geopolitiko, edhe në aspektin e klimës të vendit, të vlerës së tokës, të vlerës së vendit të ri në kuptimin e zhvillimit ekonomik, që mund të konkurojë vërtet realisht jeta personale me atë jashtë. Sepse jashtë nuk është fushë me lule. Dhe këtë ne nuk e kemi shpjeguar kurrë, ne kemi paraqetuar perëndimin si çlirim i madh. Nuk është e vërtetë. Me atë që shohim me sy, me agjendat LGBTQ, me agjendat e militarizimit të brezave të rinj për t'i bërë mish për top në për luftra që duhet shpike establishmenti, me këto vraksinimet e pafundme, me këtë perspektivë krejtësisht mediokre dhe me këtë skllavëri që vjen për shkak të tretjes së dhjamit perëndimit nga agjendat e kancerit brendshëm që ato patën këto 30 vjet për ta vrarë perëndimin. Nuk ka perspektivë të modha e familja shqiptare atje. Nuk është kaq e mirë, problemi që këtu s'ka fare. Problemi që nëse do të kishte një elitë e cila prodhon një ringjallje
shpirtërore. Pikërisht duke treguar që këtu kemi jetë më të mirë për të jetuar. I kemi të gjitha kushtet më të mira për të jetuar. Dhe unë po ju them, flas si një person me një eksperiencë prej 5 vjetësh, 6 vjeç që përpiqem të prodhojmë një alternativë politike, kemi gjetur ide pafund. Shumë miliarda euro që prodhohen në Shqipëri në favor të krijimit të shtresave të mesme, në favor të zhvillimit familjar, zhvillimit ekonomik, zhvillimit të kushteve, të spitalet dhe gjithçka tjetër, që është e pafundme, çka tregon që këtu ka qenë një plan mos me i pas, se kaq thjesht janë me i pas, po s'ka ndash me i lën. Ne kemi fajin që nuk i bëjmë këto, se thosh një frymëzim shpirtëror, popullit shqiptar kundër këtij establishmenti politik. Po, pak a shumë u than nga dy parafolësit. Ajo çfarë duhet them unë është që jam shumë i po them i shqetësuar, sepse unë vrej vazhdimisht fenomene të cilat edhe kjo u than në fakt, jo patriotizmit në disa momente të caktuara. Për shembull, Altini përmendi çështjen e rilindjes kombëtare, jo të kësaj rilindjes me gërma të vogla kështu, po të rilindjes kombëtare. Dhe sot ne kemi disa persona që punojnë edhe në institucione shumë të rëndësishme shtetërore, të cilët duan të zhbëjnë naim frashrin ose vëllezrit frashrin më mirë. Dhe unë nuk shoh reagim. Kam pas një reagim para disa kohësh në Facebook, sepse Akademia jonë e Shkencave e kaloi në UNESCO dhe tha që këngët tradicionale të jugut të Shqipërisë, ato që ne i quajmë isoja polifonia, nuk kanë origjinë në Shqipëri, por janë me origjinë nga koret bizantine. Dhe unë ishte në fakt ishte studiues lokal ai personi, dhe në fakt unë nuk jam se jam i kësaj fushë, që nuk mund të hyja në detaje shkencore, por ai kishte bërë një analizë shumë shkencore të saj dhe e hillte poshtë këtë. Dhe pata dhe reagime, po ty që të duhet kjo më burë, ti si as nga Vlora. Pra, po i dhimti Vlorës edhe unë jam i smurë. Unë kështu e mendoj dhe me thonë, mund ta kem gabim komplet më çfarë si ka. Por kështu e mendoj. Dhe se para se të hyja këtu biles, para se të vija këtu, po shikoja që njëri kishte dalë dhe thonte Lahuta hyri në UNESCO, tashi mbetet që të fusim edhe Qeleshin. Mirë po harrum çfarë nolli 3 vjet më përpara me Lahutën. E harrum ne komplet. Lahutën e futën në UNESCO serbët të paret. Dhe vetëm se u bë një presion i vogël nga këtu brenda, atëherë u ngrit Akademia jonë e Shkencave dhe çoi një letër atje dhe pastaj u bën studime nga UNESCO-ja që na rikthyn. Sepse ne i harrojmë këto gjëra. Dikush mund të thojë, po Akademia jonë është si FBI në rastin e Epstein-a burg. Jo. Sa të thoshte që gjua shqipe është e vjetër, të hidhen në fyt gjithë, thonë jo, ku e gjetë ti që është e vjetër? Je amator, je diletant, je mirë. Po se ky është problemi që më shqetëson. Problem shumë, personalisht unë e quaj problem shumë të madh, domethënë këtë. Që më shqetëson shumë, sepse ne kemi ngrit edhe institucione, si që është Akademia e Shkencave, të cilat në asnjë vend botës nuk noll, biles vendet e tjera, rrotullnesh, vjedhin historitë tona dhe i shesin si historitë tyre nga Akademitë e Shkencave që kanë. Akademia jonë e Shkencave bën të kundërtën krejtësisht. Më fal, Ilir, ku jemi ne dhe Akademia e Shkencave? Ne që besojmë ke vlerat tona kombëtare. Ne simi kurkund. Po pra. Duhet
Do t'i bëm thirrje elitës tonë që ne duhet. Po pra, këtë po them. Ajo aty do merret vesh kush është. Po cila pra? Ajo ja këtë po them. Ky është testi. Testi është çfarë do bëjmë në Akademinë e Shkencave. Pak të kemi kompetencë për ta bërë. Na a bëhemi ne duhet kundër gjithë Akademisë së Shkencave, mblidhemi të gjithë ne që pretendojmë që jemi elita. Në qoftë se ne nuk vim, ne nuk jemi elita. Në qoftë se ne vim, ne jemi elita. Këtë duhet vërtetojmë ne. Ky mund të jetë një nga testet. Altin, po të tregoj një rast konkret. Në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, 2 herë rresht nuk e kanë pranuar si akademik një person, nuk po i përmend emrin. Arsyeja është që ti kërkon rishikimin e historisë së periudhës nga krijimi i Partisë Komuniste deri në çlirimin e Shqipërisë. E kuptoni se për çfarë po flasim? Kur ai ka mbi 20 libra të botuar. Dhe ne ky është, po si? Për çfarë bëhet fjalë? Jo, më fal, se du të kthehem tek ajo çfarë thot Altini dhe tek ajo biseda me debati, mund ta quajmë sido, me Armirin. Bashkim, bashkim, edhe unë jam dakord për bashkim. Hajde më bashkohemi. Ne 20 njerëz, 5 njerëz, nuk e di sa mund të jemi. Kemi hellë në treg një ide. Atë që 2 zotërit këtu kanë qenë pjesëmarrës. Armiri tha, kam qenë i ftuar. Nuk e dija të drejtën. Kjo është ideja jonë. Hajde dikush të hedhë një ide tjetër, bashkohemi edhe me atë. Por nuk mund të themi, jo, Armiri nuk ja... Çfarë do të thojë Armiri? Idenë më brillante të mundshme mund të thojë Armiri, me qenë se e ka thënë Armiri, unë jam kundra. Më falë, nuk mundet në çdo ide. Kastrioti ka qenë nisëmtar për të çuar në kushtetuese ligjin për barazinë gjinore. Po, shumë mirë. Në mbledhjen e parë që është bërë, unë jo vetëm kam marrë pjesë, modestisht kam dhënë mendimet e mia dhe vazhdoj e mbështes dhe jam pjesë e asaj gjëje. Dhe besoj atë pjesë, sepse ajo nuk ka lidhje me sistemin politik, në sensin, jo se jam apolitike, është gjë shumë politike, ka lidhje me qenien tonë si person, është një nismë politike. Në nismat tona për ndryshimin e sistemit, unë po them që nuk bëhet as me grupet vogla, as me tryeza. Bëhet duke dhënë iden, diagnozën dhe ilaçin, po themi. Dhe rreth kësaj diagnoze dhe ilaçi të mblidhemi. Pse nuk mblidhemi të japim përgjigjen se ne kemi një jetë që merrem me këtë gjë. Një nga arsyet e tha Altini është blerja. Arsyeja e dytë është që në pragmatizmin ton ne themi më hyra unë, ja do merrem një vit me ligjin këtu. Ndërkohë bie telefon të dorë, si pa punë më dukesh pa punë jam. Të kemi gjetur i vend punë këtu. Vinë zgjedhjet. Në ditën e zgjedhjeve është ke parë kur i bi çoku atyre bilave. Kemi bërë një herë, u mblodhën 2000 me studentët e dhjetorit për ta ribërë si lëvizja. E moment që ishte bërë zgjedhje pallati kjo piramida, erdhën zgjedhjet. Kemi ngel vetëm 2 veta. Njëri mbas këtij, tjetri mbas atij. Çështja është, a ka, se thot Altini, elit? Njerëz me që ky vend ka. Njerëz me integritet edhe mund të ketë. Por fuqia e të keqes për momentin është shumë e madhe. Dhe njerëzit ti thu a e ke zgjidhjen, unë e kam dhënë zgjidhjen. Ti nuk më ke ndjekur mua dhe nuk je detyruar, nuk ta marr si qortim. Jo më të ndjekun si po mi pra dakord të ndjekun. Atëherë në Facebook te Big Brother të ndjek, Big Brother Surrel. Pra ke dy llogari. Po më ndiq edhe në televizion dhe kemi dhënë këtu atë pjesën e oligarkisë. Unë e kam thënë edhe publikisht, edhe në takime, edhe atje. Ne na kanë marrë sistemin. Dhe sistemi është bërë oligarki. Ne duhet të kthejmë sistemin tek lirit, tek demokracia, tek mekanizmat që thash, mund të rrimin na tjetër dhe i kemi. Jo vetëm u, ke dhe ti. Ka dhe Kastrioti, ka dhe Altini. Problemi është, vllai dashur, për momentin, ne kemi ngel tek kurthi, dhe jo fal Zotit kjo tryeson dhe do burgoset Belinda, s'do burgoset Belinda. Do ikje Rama, s'do ikje Rama. Do ja mbledhin ndërkombëtarët, s'do ja mbledhin ndërkombëtarët. Dhe këto tryeza bëhen çdo natë nëpër ekrane, dhe të nesër njerëzit i marrin në kafe dhe luajnë me këtë lloj plasteline. A do të vi ky moment që diskutojmë ne
që njerëzit tonë, more, ky robi thot unë kam një zgjidhje, dhe jo ky robi Armiri, Auloni, Iliri, po ky grupim, dhe ky grupim në qoftë se nuk hyn me idealizme dhe me sakrifica, të bëhet ai personazhi tragjik i nuk ka. Ne jemi duke bërë me sakrificat tona. Për ta mbyllë, se jam fort. Jo, nuk kam Me kohë. sakrificat tona po e bëjmë. Qipi. Parat po i shpenzojmë nga xhepi jon. Po normal. Një saksim të vogël për atë që tha Armiri, nuk jemi për një gjykatë kushtetuese, por për referendum. Referendum, po. Tani Gjykata referendumi, që quhet pastori. po, referendumi është një test në radhë të parë. Po. Ai që duhet të Po. bëjmë. Ne nuk e dim ato shkrim të referendumi. Natyrisht nuk e dim as do t'i mbledhin 50.000 firma, apo mbasi t'i mbledhin 50.000 firma, a do t'i bëjmë dot aq vota sa kërkon në referendumi me ligjin që e kanë bërë prapë ta. PS-ja dhe PD. Po unë kur e kam hedhur këtë ide, kam hedhur pikërisht që ata njerëzit që thua ti dhe me drejt thotë Iliri, ta kuptojnë që jemi oligarki, ta kuptojnë që jemi në një sistem kleptokratik të koordinuar nga PS-ja dhe nga PD-ja, pikërisht duke kuptuar që edhe vota e tyre në referendum nuk ka vlerë, sepse e kanë zvlerësuar dy partitë të mëdha. Ti fole pak më përpara, më duket në pjesën e dytë, a mund të ketë kryengritje paqësore dhe ke drejt kuptimi gjuhësor ka një kontradikt edhe kryengritja dhe paqësorja. Unë për vete jam kundër dhunës dhe mendoj që dhuna është e panevojshme për sa kohë nuk je i pushtuar nga një fuqi e huaj, ne po e quajmë për metaforë Ramën dhe Rama meriton të gjitha të zezat. Po teknikisht ushtarakisht ne nuk jemi të pushtuar. Jemi të pushtuar me ligj. Po të vetëm një saksi, më fal, të lutem. Në çdo pushtim vjen ushtria dhe masive dhe pastaj lë satrapët e tij ose guvernatorët, Kuislingët. dhe vendin e drejton. Po dakord i dashur Armir. Jo, thjesht për saktuar pushtuese. Po ti the unë marr një nisëm edhe më thrasim me telefon, hajde merr një vend pune. Kjo s'është metodë pushtuesit. Kjo është metodë pushtuese. Kjo është metodë pushtuesit në Kosovë. Nuk e ke lufta. Kjo është oligarkia. Kjo është metodë pushtuesit në Kosovë. Se kështu blihet edhe në Amerikë. E kanë bërë opozitari. Kështu blihet edhe në Amerikë, po që është Donald Trump president, nuk është një kryq i Soros, apo jo. Jam dakord. Tani dy por më fal, jo se ti ke marrë këtë metodë dhe vepron këtu dhe janë është një metodë që është përdorur edhe në demokraci, edhe në diktaturë, në çdo regjim. Po dakord, po unë po them nuk kemi nevojë për armë se nuk i kemi ezauruar mjetet e tjera. Konkluzionet janë këto pra. Dy rrugë janë në këtë sistem pa dhunë. O bën një parti e ngre me durim, me këmbgulje, mbledh sa më shumë forca, përfaqëson gjithë spektrin e ideve që nuk e përfaqësojnë partitë e tjera, pra merr votat atyre që e gjende veten të papërfaqësuar nga partitë ekzistuese dhe hyn në garë për të fituar zgjedhjet, o fillon një lëvizje mosbindje civile që e paralizon shtetin. Okej. Për të dyja duhet vetë mohim, duhet sinqeritet. E mbyllim me këtë më dyshje emisionin. Unë falenderoj Armir Shkurtin që ishte me mua sot, Ilir Aliaj, Altin Goxha, Kastriot Qipi. Nderuar miq, ju kujtoj që ky emision ritransmetohet edhe nesër në orën 14:30 po ashtu edhe gjatë fundjavës. Përpara se t'ju them natën e mirë, do ndjekim dy materiale të fundit. Ditën e sotme banorët e Gramzës në Thuman, njësinë administrative të Bashkisë Krujës, kanë dalë duke protestuar, kanë paralizuar gjithë trafikut e asaj zone që lidh veriun e Shqipërisë me Tiranën për rrugën. Nesër, banorët e Luzit janë sërish në protestë në orën 9 mëngjesit, po ashtu për rrugën. Nuk kërkojnë asgjë tjetër, vetëm rrugën. Jemi në 2026, kujdes. Pas këtij materiali, ku do të dëgjoni pretendimet e banorëve, do të ndiqni dhe një deklaratë time ditën e sotme pas seancës së 8 gjyqësore që kam me kryetarin e Bashkisë Tiranës Erion Veliaj në gjykatë, ku më ka paditur mua për shpifje. Do ndjekim këto dy materiale, ju lë takim në radhës mërkurën e ardhshme në orën 20:00. Natën e mirë. Në këtë rrugë që kalem me 10 herë në ditë, nuk dim se qa morë që mi fut makinës. Se makinat shkën, dhe me thonë, drejt degradimit. Kër shkën për shërbim, do të bërë shërbimi aqë matloj mënyre sa që ne që ditë në vetë. Pse në bëtë, se në këtë rrugë, unë jem nga fshati Fush Derven. Puna që u bo, e keqe u bo nga autostrada që u ndërtu Thumon Kashar. Me shku të ashi në rrugën Fush Derven poshtë, sot kam pas burim aksidenti, do me thonë jo i herë, po mbi 4-5 që e më ditë burim aksidenti, sa është bë rruga, 2 kalimshe, rruga poshtë është me i metër ujë, sëpë këtë zendje, nuk kalohet.
Gramzës kanë dalë për drejtën e tyre, ju kanë nxjerrë jeta gati 1 vit. Janë 3000 banor, 3 fshatra, Gramza, Suk Vendas, Bregu Lumit, që ju nxjerrë jeta për ditë në këto balta, në këto gropa, jo vetëm që makinat ju bëhen për shërbime, por nga ana tjetër duhet durojnë edhe trafikun që prodhon autostrada, që ndodhet pas shpinës time, që të gjithë makinat nuk ja ka borxh Gramza që të kalojnë këtu. Mirë që kalojnë, po pse nuk e shtrojnë? Sa kanë marrë vesh që të bëjnë protestë, kanë ardhur kanë hudh çakull këtu, por nuk është zgjidhja çakulli. Këtu duhet asfalt, edhe asfalt me 25 cm trashësi, si standardet europiane, se kalojnë makinat e tonazhit të rënd. 5 minuta kemi që kemi bllokuar rrugën, është rradha kilometrike atje mbrapa dhe është paralizuar komplet qarkullimi rrugor. Prandaj Gramza është shat shumë i rëndësishëm dhe nuk duhet më lëm këtë lloj drejtëje dhe kaq mazdore, që rruga në të gjithë gjatësinë e saj, kujdes, tu jemi vetëm fillim të rrugës, është arterja kryesore që lidh veriun e Shqipërisë me Tiranën, me Fushkrujen, me pjesën tjetër të Shqipërisë, e kanë lënë këtë lloj gjendje. Në të gjithë gjatësinë e saj, unë shkova dhe e pash nga afër, edhe tek mbikalimi atje, rruga është cop-cop. Infrastruktura në Bashkinë e Krujës, pra jemi njësinë administrative thuman, është katastrofë. Kemi rrugën e Luzit cop-cop, kemi Gramzën cop-cop, prandaj protesta e banorëve është legjitime, janë në drejtën e tyre për me kërku ndërtimin e rrugës me standarde. Kujdes, jo me asfalt elektoral 3 cm asfalti, se sa pjeshiu shpërbëhet asfalti. Prandaj ja kanë borxh Gramzës rrugën. Banorët sot bëjnë protestën e parë, në rast se rruga nuk shtrohet, do ta përshkallëzojnë protestën deri në shtrimin total, apo jo? Se ja ku jeni këtu sot, e kanë bllokuar rrugën, është e drejtë qytetar. Kujdes, nuk jemi as për parti këtu, s'ka lidhje as PD-ja as PS-ja. Këtu ka lidhje e drejta qytetare. Këtu ka të majt, ka të djathtë, këtu s'ka as i flamur partie, këtu janë për drejtën e tyre dhe gjithmonë qytetarët kanë për të fituar, sepse dalin bashkuar për i kauz. Qëllimi është shtrimi i rrugës. Në rast se i shtroni rrugën, nuk i keni më në protest. Mirë tha Olori, nuk e kena politike këtë punë. E kena thjesht janë të vujt. Janë të vujt aq shumë sa që nuk po japim ndërtim këtyre punëve. Me që men u bo rruga thumon Kashar, brava, u bo si u bo, pa mo, populli, komuniteti jetoj që du. Tu na kanë prish, na kanë sakatu, na kanë fut në grot, edhe s'dim që me thënë tjetër, mo vetëm, inshallah vetë dorë, zoti, se për qeveri, e për pushtetar, për politikan, që kena ne, kena marru populli. Një protestës është e dukshme. Na kena një rrugë, ku lidh 3-4 fshatra, 500 metra rrugë, lehet me qëllim në këtë zendja flet vetë, dhe na kena dalë protestojmë për një të drejtë që na takon. Kjo rrugë ka qenë e shtrume, e kalueshme, u pa autostrada, shëllimet dihen, shëllimet janë se kush i manë 3-4 veta që këta në Shqipnin e kanë blet, e na shkatrojnë këtë drejtë që dhe kina drejtën e Zotit për të kaluar këtë rrugë, si na do kërkuar si më shumë. As me na fal. Po jo me na shkatru kështu, se ta kanë fut durt kudo. Edhe këtu ta fusin durt. Ka ngel të shtit, nuk e di që ka ngel për të na ba. Nuk do reklam, shifet se çfarë zendi është. Sa që larg soft, më na ran një urgjencë, tu robi vdes për 500 metra rrugë, që s'ka ka kalon. Sot na kena dalë me mënyrë krejtësisht paqësore. Do inshallah qeveria do të reagoje. Se në kërkojmë të na shtrojë rrugën, ta çojmë zendin si ka qenë asfaltume, me asfalt. Marrun qëllimet e veta, e prishin dhe kjo bat me qëllimet caktume, zot. Kjo është e ditur sepse bat. Bat me qëllimet caktume, bile sa ato pretendojnë ta bëjnë me gropa që mos kalojë kërkush, që shkojnë në autostradë paguhet legu. Kjo dihet komplet. Të zgjidhë ne e kuptojmë. Dhe duhet ta kuptojnë në qeveria se si jena ignoranta. Cop, nuk mund kaloj makina gjeken hadhi i rrugë qakull, 2 ditë e ke, nesër e ke gropën, nuk kena dalë, hala të dalim, të procesojmë për desat bat me asfalt, 1 kilometra, së është 1 kilometra. Edhe firma, me 2 vetë njëre e mara, po s'dunë vetë. Ne na detyru ta bllokojmë këtë vend, sepse kjo ka më shumë se 6 muaj se është qështu në këtë formë.
Dhe ne veç me kalu me tank, se këtu nuk kalohet me mjetet vogla, as të mdoja nuk kalojnë këtu. Pa tjetër që të vazhdojnë deri kur kjo marri drejtim kjo rrugë si vend që është. Vjen këtu si kur vëm në Kabul jonë edhe në Shqipëri, qa bëhet shu? A mendoj kjo popull qa bëhet, a mendoj këta qeveritarë, tani qysh? Kabul jemi në vitet 30, jo në vitet 2026. Këtë do më ty në Evropë, që ju në Evropë? Bim këtë rrugë për ditë, do është bërë rruga katastrofike, kur patën nevoj ta me kalu me ndërtu atë stradën na të cëptu në gjithën, të shi këta e lojnë kështu më shirë të fatit, makinat i kena degeneru gjitha, vetëm i bo shërbime e zona, shifet vetë gjendje se si ashtë, kënë ardje i kënë hodhë një 2 kamiona çakull me mëllë sytë, se në është ta kënë morë vesh për protestën sëtë, që do të bëjshë të shtë? Po me protestu, me s'me leona s'ni me kalu, ti bjenë në drejtim tjetë. Sapo dola nga seanca numër 8 me kryetarin e Bashkisë Tiranës Erjon Veliaj, që më ka paditur për shpifje, jemi në vazhdimin e shqyrtimit të provave, kanë mbaruar dividit dhe jemi tek linqet. Do vazhdoj sërish gjyqi, kemi seancën në datë 19 shkurt në orën 14, nuk tërhiqem nga asnjë deklarat. Ky është një gjyq, një padi strategjike që bëhet ndaj meje për të më intimiduar dhe për të mos folur në raport me kryetarin e Bashkisë Tiranës, ndërkohë që unë kam vazhduar, asgjë nuk do më ndali për denoncimet dhe padrejtësitë që janë bërë qytetit Tiranës, por njerëzve të Republikës Shqipërisë në tërësi, kështu që seanca e radhës, siç e thash, është lënë në datë 19 shkurt. Do ju mbaj në dieni për çështje tjera, për mënyrën se si do vijojë gjyqi.